Si u krye vrasja? Deri më sot studimet njohin vetëm një variant për mënyrën e ekzekutimit, për 2 variante për autorsinë e kurthit që është bërë De Xhelulit. Pra, si mund të vritej De Xheluli përveç se nëpërmjet një kurthi. Nuk ka si dilemë ose mungesë të dhënës për mënyrën si u vra. Por diskutimet devijojnë se cilët ishin ata shqiptarë që e futën në kurth. Se mirë kurthi, por kush e futin kurth, pa diskutim që kanë qenë shqiptarë. Dhe bashkëpunuar me serbë për ta vrarë. Studiuesit vazhdojnë të jenë të ndarë nëse kjo tradhti është bërë nga Gjon Markagjoni apo gjithë ngjarja ishte një kurth serb. Këtu ka 2 variante. Varianti 1, a ka gisht Gjon Markagjoni në vrasje? Mbështesi tezës së Bajraktari Oroshi Gjon Markagjoni kishte gisht në vrasje e De Xhelulit është Paldoçi. Në librin e tij Malsori i Madh De Xheluli, në tjera ai shkruan: Në vjeshtën e vitit 1915 në shtëpinë e De Xhelulit në Shkodër vjen një lajm prej kapetanit Mirditës që e ofron Orosh për të biseduar për fatet e vatanit. Së bashku me të birin De Xheluli bën disa ditë rrugë nëpër bjeshkët e Mirditës, vetëm për mos dalë fjalë krevet vendas. Po këtu në këtë bjeshk kishte zënë pusi vetë tradhtia. Nësa shkonte drejt kishës së Oroshit, atij dalin para një 30 serbë të armatosur. Plaku i gjendet ngushtë dhe i befasuar, por e kupton me njëherë tradhtin. Ai kërkon të takojë Bajraktarin e Oroshit, por ky i fundit, ani pse e ka thirrur, dikush fshehur pyjeve të mëdha të Oroshit. Serbët pasi i lidhin e kontrollojnë dedën nëpër xhepa. Ai e kupton këtë kontroll dhe nuk mungon të thotë: "Haj, po ju keni kujdes se un kam luftuar tani jetën për pasuri, po kjo është marrë, burri i shalës lufton veç për vatan e shkjat të ndym." Domethënë, ata e kontrolluan për xhepa dhe ky me të qeshur i thotë: "Po pse un kam luftuar tërë jetën për pasuri, burri i shalës lufton veç për vatan e shkja të ndym." Shka të ndym, ju thot atyre. Krismat e armëve presin në mes fjalën e trimit. Ishte 24 shtator i vitit 1915. Por për këtë variant ka një pyetje më se normale. A mund të fshihej Bajraktari Oroshit? Ky detaj është pak i besueshëm. Rregullat dhe zakonet e sakoj nuk pranonin që Bajraktari të fshihej, prandaj ky variant nuk është i mbështetur bindshëm. Unë e pasqyroj këtu për të qenë korrekt dhe për të mos e shpërfillur. Varianti 2, kurthi serb. Serbët kanë qenë mjeshtra të ngatresave dhe intrigave, sidomos kur vinte puna për të eliminuar shqiptarët. Duke që ka qenë një plan i mirë organizuar për të shtyrë shqiptarët të ngatroheshin me njëri tjetrin. Gazetari, studiuesi dhe kryeredaktori i gazetës Dielli në New York, Dalip Greca, jep një version më së besueshëm. Ai, edhe pse parandjeu Graskën, pra De Xheluli, edhe pse paralajmëruan miqt që të mos udhtonte në kohë të turpta, për bezë burra shkojnë në takim. Vetëm kur në vend të prisej i doli përpara kapitenit serb, ai gjakftohet, u tha mirëditorëve që e shoqëronin. Pas kemi mbaruar, nuk e dha veten. As kur e pren me bajonet bashkë me 5 mirëditor, nuk e lëshoi veten. Trupin e tij e gjetën pas 2 javësh dhe varrosën në kishën e Oroshit. Asku nuk përmendën ndonjë baraktar në ditën që u vra De Xheluli, deri në vdekjen tragjike në Orosh të Mirditës nga dora gjakatare pushtuesit serb. Do të thotë ky është varianti i dytë. Ja këtu De Xheluli në një kamion bashkë me fshatar të tjerë. Ka një element, ka një detaj të diskutueshëm nëse a ka Esat Pashtoptani gisht në vrasje. Do thot dikush, ore ky Esat Pashtoptani del në gjitha vrasjet a ka gisht. Këtë pyetje duhet të kërkojnë përgjigje gjithë atyre që e mbështesin Esat Pashtoptani dhe kërkojnë ta synojnë ta rehabilitojnë ata. Me vërtet është një absurditet se si mund të synojë të rehabilitosh Esat Pashtoptani. Esat Pashtoptani dhe De Xheluli nuk janë takuar kurrë në jetë, por të dy e kanë njohur mirë njëri tjetrin. Esati kishte dëgjuar për plakun që luftonte kundër serbëve, por edhe plaku De Xheluli kishte dëgjuar për tradhtitë e Esatit. Por a ishte De Xheluli personazh i radhës, eliminimin e cilës Esati e kërkonte për llogaritë të serbëve? Fakti që ati ju bëjnë kurth ka një pyetje të madhe. Përse plaku 75 vjeçar i zgjuar nga natyra udhtoi drejt Oroshit ku rreziku ishte i dukshëm? Koles Trabojini, një studius shumë serioz dhe një miku imi, nuk ka dilema për tradhtinë e Esat Pashtoptanit. E thot troç, dhe unë e njoh Koleci është edhe trim kur është i bindur për diçka. Forcat serbe, shkruan ai, kishin pushtuar Oroshin me to, ishin forcat e Esat Pashtoptanit.
Kryetradhtarit të Shqipërisë, 3 emra që duhen përmendur për masakrin e Sheshës të Oroshit janë kapiten Gjura i Serbisë, She Hamdiu dhe Ali Femiu, esadist, bashkëpunëtor të pushtuese. Këta 2 të fundit, ndërsa morën me vete Kol Tomën dhe Preng Mark Prengën, e të tjerë, Det Gjolulin u ala në dorë serbëve, të cilët e morën të lidhur për në vendkomandën e tyre në shenjë, por rrugës e ekzekutuan. Unë nuk e kam vendosur kot këtë pasazh këtu. Unë i besoj asaj që shkruan dhe paraqet studiusi, poeti, shkrimtari dhe kinasi Koles Trabojini.